تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon, dhe ka devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me librin Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, nga autori Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi te tema 24 ku autori rahimahullah ka thonë pra këtë temë dhikru zëgjri anit tami'i ila nas, dhe të ndalesa e ashpër për do të thënë lakmim në atë që e kanë njerëzit. Pra lakmimi duke dëshiruar edhe duke dashur me marr prej asaj që kanë njerëzit. Ky është qëllimi i fjalës tama', do të thënë shpresë dhe etje, si më thënë etje e madhe për të marr prej asaj që e kanë njerëzit. Ky qëllimi është, do të thënë largimi prej kësaj është prej edukatës islame dhe moralit të lartë të islamit. Në fillim, autori rahimahullah, siç e dini, do të thënë fillon me hadith që transmeton ai vetë me zinxhirin e tij, ku thot akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Mustanir bil Missisa. Do të thënë na ka treguar Muhammad ibn Ahmad ibn al-Mustamir në qytetin Missisa. Ka thënë حدثنا يوسف بن سعيد ابن مسلم قال حدثنا خالد بن عمرو عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. Pra transmetohet nga Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu se ka thënë jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, erdhi një njeri tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, allimni amalan idha ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ka thënë i dërguari Allahut, më mëso një punë që kur ta veproj unë atë, do të më dojë Allahu dhe do të më duan njerëzit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Do thot, bëhu asket për dunjan, do të doj Allahu. Wazhad fima fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas. Do thënë dhe bëhu asket për atë që posedojnë njerëzit dhe do të duan njerëzit. Çka do të thonë? Pra qëllimi i kësaj është që njeriu mos i hape syt, edhe mos e, siç thuhet, si përshkruhet qeni, mos e nxjerr gjuhën pas asaj që kanë njerëzit, duke e kërku pasurinë ose fitimet ose lukset që i kanë njerëzit dhe duke dashur me marr prej tyre. Qëllimi është që kjo është kundërshtim me rregullat e Islamit. Dhe këtë hadith, pra ka pyetur ky njeri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum, ka pyetur një vepër e cila më bën të dashur tek Allahu, dhe gjithashtu një vepër që më bën të dashur te njerëzit. Është prej synimeve të sakta që njeriu
fillimisht kërkon dashurinë e Allahut. Dhe gjithashtu kërkon që mos jetë i urryer në mesin e njerëzve ose i parespektuar në mesin e njerëzve, po tjetë, domethënë me pozitë të ndershme edhe në mesin e njerëzve. Edhe e ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për këto dy morale të larta, domethënë që njeriu të jetë asket në çështjet në dunjan. Domethënë qëllimi është mos jetë dunjaja brenga e tij kryesore, edhe e gjithë dituria që e ka. Siç është në hadith në dua, la taj'al ad-dunya akbara hammi wala mablagha ilmi. Ose akbara hammina wala mablagha ilmina. Domethënë mos na bëj dunjan brengën tonë kryesore, që mos kemi tjetër breng vetëm se si me fitu prej të mirave të dunjas. Dhe zuhdi, domethënë kjo që quhet arabisht zuhd, kryesisht e përkthejnë në shqip asketizëm, ka kuptime të ndryshme edhe në fete ndryshme ose në ideologjitë ndryshme, ka tjetër kuptim fjala asketizëm. Kurse në Islam fjala zuhd do më thonë që mos jetë synimi kryesor dunjaja. Nuk do më thonë largimi i të mirave të dunjas. Pra Allahu subhanahu wa taala ka thonë wala tansa nasibaka min ad-dunya. Do më thonë mos e harro hisën tënde në dunja. Pra na ka nxit Islami për punë në dunja, për fitim me halal, fitim të pastër. Këto janë punë të duhura. Edhe është në duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhikr që e bëjmë mëngjes dhe mbrëmje, Allahumma inni es'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Do të thonë Allah të kërkoj dituri të dobishme, furnizim të pastër, furnizim të këndshëm prej dunjas. Do të thonë nuk është qëllimi hedhja e dunjas, do thotë duke mos i përdorur të mirat e dunjas, po qëllimi është që dhikri i Allahut ose feja e Allahut të jetë brenga kryesore. Puna për ahiret të jetë brenga kryesore. Pastaj puna për dunja të jetë mjet për të arritur te kënaqësia e Allahut. Edhe nëse bie ndesh puna e dunjas me urdhrat që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, atëherë mos përfillet dunjaja, as pak. Mos hezitoj njeriu, do të thonë ata vazhdoj punën apo ta falë namazin. Mos ketë dyshim për këta. Ky është zuhdi i vërtet, që njeriu nuk është, me fjalë tjera, nuk është i varur nga dunjaja, por dunjan e përdor për atë që është qëllim më i lartë. Dhe nëse është njeriu në këtë gjendje, atëherë Allahu e do ata, edhe ja sjell dunjan të nënshtruar. Nuk e, domethënë ky njeri, si kemi thënë shumë herë, e ka dunjan në dorë, pak ose shumë s'është me rëndësi. Gjithashtu edhe ky është prej kuptimit të zuhdit, që njeriu mos brengoset nëse nuk ka fitu shumë prej dunjas, edhe mos mashtrohet nëse ka fitu shumë. Domethënë pa marrë parasysh a ka pak ose shumë, gjithë këta e ka në dorën e tij për ta përdorur për atë që e kënaq Allahun. Dhe nuk e ka në zemrën e tij që ta kontrolloj dunjaja edhe interesat e dunjas, domethënë ta kontrollojnë për veprimet e tij ose qëndrimet e tij. Atëherë i sheh njerëzit, si kemi thënë edhe tjetër herë, njerëzit që kanë kuptuar të vërtetën, e kanë mësuar të vërtetën, por për shkak të dunjas e ndryshojnë atë. Kjo do më thonë se dunjaja ka zënë vend të rëndësishëm në zemrat e tyre. Edhe për pasuri, ose për pozit, ose për famë, për xhamat, e ndryshojnë fenë e Allahut, që do më thonë se i kanë dhënë përparësi më shumë dunjas se sa ahiretit. Kurse ka njerëz që edhe nëse janë, siç e kemi pas dietarë gjatë të gjitha kohrave, edhe nëse kanë mbetur pa asgjë prej dunjas, madje edhe nëse e kanë dhënë jetën, thotë nuk i kanë ndryshuar parimet e fesë Allahut subhanahu wa taala. Pra ky është qëllimi, edhe besoj se ju të gjithë e keni të qartë, mirë po për shtimin e sqarimit, do të thënë largimi prej dunjas nuk do të thonë braktisja e dunjas, përndryshe në realitet kjo është ndaluar. Do të thënë largimi prej punës dunjas edhe mos përdorimi prej asgjëje prej dunjas është ndaluar në Islam. Do të thënë jemi të urdhëruar të punojmë për përmirësimin e dunjas, mirë po mos jetë ajo
qëllimi jon kryesor. Atëherë nëse është njeriu kështu, domethënë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë të do Allahu. Edhe tjetra është të jesh asket në posedimet e njerëzve. Do thënë atë që kanë njerëzit, do thënë pasurinë e njerëzve ose do një luks, makinën, pozitën, edhe ka njerëz të tillë ose shumë prej njerëzve që, domethënë, kur i sheh ato i hapen sytë edhe i ndryshon frymëmarrja dhe zemra, edhe vrapon lipijet mas interesave të dunjas, kjo është ndaluar. Dhe kur është njeriu në këtë mënyrë, njerëzit e urrejnë në realitet. Edhe nëse shkon, edhe lajkatohet, edhe ja bën qefin atyre që kanë dorë diçka prej dunjas, është i urryer. Po kur njeriu tregohet, domethënë që nuk ka nevojë për ata që e kanë njerëzit, edhe mundohet, si do ta shohim edhe në tema tjera, mundohet vetë ta fitoj ushqimin e vet, edhe furnizimin e familjes vet, me mundin e vet, pa u varur prej askujt, atëherë do të jetë i dashur gjithashtu te njerëzit, do të ketë më shumë respekt edhe do të jenë njerëzit që do ta duan, edhe pse ndoshta nuk është në pozitën e tyre në pasuri ose në famë e tjera me radhë. Pra kjo hadith është hadith gjithëpërfshirës, se do të thonë që ka kuptime të shumta, siç janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim, do të thonë me pak fjalë që përfshin kuptime të shumta. Mirë, po disa hadithe dallohen që e përfshin të gjithë të mirën, për shembull me disa fjalë, ose të gjithë të keqen, paralajmëron kundër gjithë të keqes. Edhe kjo fjalë ose ky hadith është prej këtyre haditheve. Prandaj ka përmendur Imam Nevaviu në librin 40 hadithet, që janë 40 hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej fjalëve gjithëpërfshirëse. Ka thënë autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-aqil, do të thënë njeriu i mençur e ka për detyrë që të largohet prej lakmimit të asaj që e kanë njerëzit. Do të thënë, pra në shqip e përdorëm këtë fjalë disa herë, lakmi dhe lakmim. Qëllimi, do të thënë, është ka kuptim pozitiv dhe kuptim negativ. Kuptimi pozitiv është ku qëllimi me cilin e përdori, do të thënë kur të pëlqen një cilësi ose një vepër ose një arritje dikujt dhe e jep mundin që edhe ti të arrish atë pozit, kjo është atë pozit ose atë fitim prej veprave të mira ose diturisë ose edhe punëve të dunjas, do të thënë e jep njeriu mundin sipas asaj që ja ka mundsuar Allahu, edhe i mbështetet Allahut, e kërkon të mirën nga Allahu, kjo është, do të thënë, mi marr lakmi për të mirë. Kurse me pas lakmi për atë që e kanë njerëzit, që ta marrësh, do të thënë, atë prej tyre, atëherë kjo është e ndaluar. Edhe prandaj është obligim i të mençurit që të largohet nga ky lakmim për atë që e kanë njerëzit. Thot në përgjithësi. Edhe thot bi kemali el iyasi anhum. Do të thënë që plotësisht ta humbësh shpresën prej tyre. Do thot mos shpresosh te askush prej njerëzve, asnjë çështje. Do të thënë këtu ka dy cilësi. Do thot lakmimi për atë që e kanë njerëzit, edhe humbja e shpresës për atë që e kanë njerëzit. Do të thënë i mençuri duhet ta largoj këtë lakmimin, edhe ta përfitoj humbjen e shpresës. Pra mos kesh imit te njerëzit. Mos mbash asnjë shpresë te njerëzit, edhe mos i kërkosh të mirat që i kanë, do të thënë që i kanë njerëzit. Kjo është cilësia e duhur. Edhe këtu, do të thënë, kjo është fillimi, pra ta kuptojmë hyrjen, edhe të gjitha fjalët që do t'i lexojmë janë në kuptimin e kësaj. Pra largimi i lakmimit edhe pajisja me humbjen e shpresës. Pra humbjen e shpresës te njerëzit. Ajo është diçka e lëvduar. Thot pra autori, idhi tama'u fima la yushakku fi wujudihi min an-nasi faqrun hadir. Se dëshira për të arritur atë që padyshim e kanë njerëzit, kjo është varfëri prezente. Do të thënë kur njeriu e dëshiron atë që e kanë njerëzit. Çdo gjë që e shet te shokët e tij ose te njerëz të tjerë,
mundohet edhe ai të ketë hise aty, edhe a më jep edhe mu pak, a më jep një kohë, domethënë për shembull makinën ose vetëm tregohet se është i etur për atë që e kanë njerëzit. Vazhdimisht, domethënë kjo është varfëri prezente. Po marr parasysh sa ka ai njeri. Nëse e ka këtë cilësi, domethënë është i varfër. Thotë nëse njeriu ka gjithmonë dëshirë, më kuptimi më i gjerë, nëse ka gjithmonë dëshirë për ta marrë atë që nuk ka dyshim se është prezente, ekziston, edhe çdo herë do ta arrish, kjo është varfëri prezente. Dhe si është atëherë gjendja nëse është për diçka që dyshohet a ekziston? Çka është qëllimi? Domethënë, pra nëse ti mund ta arrish një pasuri, edhe nuk ndalet etja për atë arritje, edhe është e sigurt se do të arrish, kjo është varfëri. Por si është te pasuria që e kanë njerëzit? Atë ose mund të arrish ose s'mund të arrish. Domethënë ose mund të ta japin, si është në hadith, do ta lexojmë më vonë, mund të japin ose të ta ndalin. Dhe dëshira për këtë që nuk është e sigurt, atëherë është varfëria edhe më e madhe. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Walakin al-ghina ghina an-nafs." Do thotë, pasuria e vërtetë është pasuria e shpirtit, që njeriu të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, është i pasur në shpirtin e tij. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kush e ka synim ahiretin, Allahu ja lehtëson çështjet e tij ose ja rendit, ja sistemon çështjet në mënyrën më të mirë, ja bën zemrën të pasur. Domethënë që në zemër është i pasur dhe dunjaja i vjen e përulur. Kurse ai që e ka synimin kryesor dunjan, atëherë çështjet e tij s'ka përderdhen, nuk mund t'i rregulloje dhe ja vendos varfërinë para syve. Që gjithmonë pa marrë parasysh sa arrin, gjithmonë mendon se ka nevojë edhe më shumë, edhe friksohet se nëse nuk e bën edhe këtë punë do të varfërohet e kështu me radhë. Domethënë gjithmonë vrapon duke ikur nga varfëria. Vazhdimisht mendon se është i varfër. Edhe prej dunjas i vjen vetëm ajo që ja ka shkruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë këtu një poet, la aj'alanna sabila al-ya'si li subula. Ma ishtu minka fi daril hajri awtana. Do thotë, do ta bëj këtë humbjen e shpresës, pra të njerëzit, që mos pres për njerëzve asgjë, do ta bëj rrugën time të përhershme sa të jem gjallë. Edhe do ta bëj largimin për njerëzve vatanin tim, atë dheun tim. Was-sabru aj'aluhu azman analu bihi fi an-nasi qurban wa 'inda Allahi ridwana. Kurse durimin do ta bëj vendosmërinë time, do të thënë që ta duroj atë që e kam ose do të thënë ajo që më ka ardhur, qoftë pasuri ose varfëri, jam durimtar në këtë dhe nuk kërkoj më shumë të njerëzit dhe me këtë analu fi an-nasi qurban, do të thënë do ta arrij afërsinë e njerëzve. Kështu, do të thënë sa më shumë që largohesh nga interesat që i kanë njerëzit, aq më i afërt je te njerëzit. Dhe më e larta se kjo, wa 'inda Allahi ridwana, do të thënë edhe me këtë arrik kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është plotësimi i përsosmërisë së tauhidit, që njeriu mos mendoj për ndonjë dhunti nga njerëzit, por i pret dhuntit nga Allahu subhanahu wa taala vetëm, edhe me këtë realitet njerëzit më shumë afrohen tek ai, edhe e fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. An-nafsu qani'atun wa ardullahi wasi'atun wa ad-daru jami'atun mathna wa wuhdana. Do thot shpirtin e kam të kënaqur me atë që më ka dhënë Allahu, kurse toka e Allahut është e gjerë, do thot nëse s'ka këtu shkoj atje, patjetër gjendet furnizimi i Allahut, edhe mjafton shtëpia si për një, si për dy, do thot është e mjaftueshme. Pra toka e Allahut është e gjerë, edhe Allahu ka thënë famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Pra ecni në përgjerësitë e tokës dhe hani prej furnizimit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë ka transmetuar nga Husein ibn Ahmed ibn Uthman se ka thënë këtë poezi, el-ya'su ad-dabani
wa rafa'a himmati wal ya'su khayru mu'addibin lin nasi. Do thot humbja e shpresës të njerëzit më ka edukuar dhe më ka ngritur idealet. Do thot e bën njeriu me synime më të larta kur largohet prej interesave të njerëzve. Do të thonë nëse nuk pret prej njerëzve, bëhet më i vendosur, sepse duhet ta di se vetë duhet me punu, nuk dhe mi unë mbështet Allahun subhanahu wa taala, nuk duhet prese prej dikujt tjetër. Ai njeri që është duke pritur prej tjerëve, kjo e bën, domethënë, t'i shtohet përtacia, t'i shtohet dobësia, t'i shtohen, domethënë, paaftësia kështu me radhë, se prit i mbështetet dikujt tjetër. Kurse ai që e humb shpresën te njerëzit, është, domethënë, ky është i edukuar tamam edhe me ideale të larta, me vendosmëri, me zell, nuk ka përtaci, se nuk pret nga askush tjetër. E thot, inni raitu mawadi' at-tam'i alladhi yad'u ash-sharifa mawadi' al-akhsasi. Se e kam pa që shpresat e njerëzit, ose lakmimi i asaj që kanë njerëzit, ajo e bën njeriu e ndershëm e bën të ulët, e ul në nivel shumë të poshtër. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zgjirin e tij nga Sa'd ibn Umara, se i ka thënë birit vet, ja bunayya adhhir al-ya'sa fa innahu ghina. O birim, gjithmonë shfaqe këtë humbjen e shpresës për njerëzve. Domethënë qëllimi është gjithmonë të dukesh qartë se nuk ke asnjë imit të njerëzit, as nuk pret prej askujt. Kjo është pasuri. Fa innahu ghina, domthon kjo është pasuria. Wa iyyaka wa at-tama', edhe ruhu prej lakmimit, fa innahu faqrun hadir, sepse lakmimi është kjo varfëria prezente. Domthon varfëri me të vërtetë, edhe nëse mendon se nuk je i varfër. Ka thënë autori rahimahullah, ashraful ghina tarku at-tam'i ila an-nas. Domthon pasuria më e ndershme është largimi prej lakmimit të njerëzve, sepse nuk ka pasuri ai që është lakmitar. Kurse ai që i largohet lakmis, domethënë e ka nderin më të lartë, e mbledh, domethënë i bëhet nderi më i lartë. Fatuba liman kana shi'aru qalbihi al-wara' wa lam yu'mi basarahu at-tama'. Domethënë lum për atë që e ka cilësitë përhershme, flamur, domethënë të njohur, të njohjes së tij, e ka kujdesin, domethënë wara, kujdesin, ruajtjen prej haramit, domethënë lum për ta, dhe që kjo lakmia ose dëshira për të arritur atë që kanë njerëzit nuk ja verbron shikimin. Domethënë që i ka këto dy cilësi, që i friksohet Allahut, i ruhet haramit, edhe kur njeriu ka, domethënë këtë e pastron veten prej lakmimit, atëherë më shumë i ruhet haramit. Se kur njeriu e sheh atë që kanë njerëzit edhe do me arrit më shpejt, atëherë i shkel kufit e haramit edhe nuk intereson halala haram. Siç thuhet arabisht, e përmend Sheikh Abdullah Buhari çdo herë, disa njerëz, domethënë e quajnë halal ma halla fi yadi. Domethënë ajo që bie në dorën time, ajo është halal. Kurse domethënë se nuk shohin a ka në rregullat e shariatit a është ndaluar ose jo, por vetëm nëse arrin te dora ime u bën halal. Prandaj nëse njeriu është largu nga kjo lakmia, atëherë e arrin takvallakun, takwan, edhe e arrin gjithashtu që t'i ketë syt hapur, mos i verbohen syt prej dëshirave. Dhe ka thonë, men ahabba an yakuna hurran fala yahwa ma laysa lahu. Kush do që të jetë i lirë, mos jetë rob, pra i askujt përveç se robi i Allahut, nuk duhet t'i dëshiroj ato që nuk janë të tijat, sepse ky lakmimi është varfëri, si dhe humbja e shpresës të njerëzit është pasuri. Wa man tama'a dhalla wa khada', kush lakmon, nënçmohet dhe përulet, kurse ai që është i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu,
ai e fiton nderin dhe është i pasur, ndihet i pasur. Nëse thot mu mjafton kjo, kam domethënë shtëpinë me 1 dhomë, me 2 dhoma, mjafton për të qetësuar të, edhe kam ushqimin e ditës, kurse kush prej nesh ka vetëm ushqim vetëm për ditën e sotme. Domethënë kemi për muajin prezent, ndoshta për vitin, edhe prapë njerëzit nuk janë të kënaqur, kërkojnë edhe më shumë. Kurse, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kush zgjohet mëngjes i sigurt në shtëpinë e tij dhe për familjen e tij, i sigurt për familjen e tij, nuk friksohet nga luftat, nga krimet e kështu me radhë, dhe e ka ushqimin e asaj dite për të ngrënë deri në mbrëmje, atëherë, domethënë është sikur e ka gjithë dunjan dhe me të gjitha të mirat e saj. Atëherë me të vërtetë është i pasur ai njeri. Pastaj ka thonë më vonë, thot autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Ebul Aswad ad-Dili, i ka thonë, domethënë këtë poezi fqinjit vet, ka thonë, pra Ebul Aswad ad-Dili ka shku te fqinji i tij për t'i kërkuar borxh. Edhe ai nuk i ka dhënë, edhe është arsyetu, kurse ky ka pas mendim të mirë për ta, dhe ka qenë i sigurt se do t'ia nxjerrë prej kësaj gjendje. Atëherë ka thonë, fala tush'iranna an-nafsa ya'san fa innama ya'ishu bi jaddin 'ajizun wa jalidu. Domethënë, mos e bëj veten që të ndihet i pa shpresë, domethënë mos i humb shpresat pra tek Allahu subhanahu wa taala, dhe puno për atë që mund të bëj dobi, sepse secili ka hise ose kismet, si thon, secili ka kismet, edhe ai që punon edhe ai që nuk punon. Domethënë kanë, secili e ka caktuar furnizimin, por ti mos i humb shpresat. Dhe mos shpreso ose mos lakmo te pasuria e fqinjit, pse e ke afër, se secili i afërt që nuk mund të arrihet është i largët. Domethënë ai që nuk mund, edhe pse e ke afër shtëpinë, shtëpia e tij është afër shtëpisë tënde. Edhe pasuria e tij është shumë afër me distancë, mirëpo ai që nuk mund të arrihet është e largët. Wa fawwid ila Allahi al-umur, fa innama yaruhu bi arzaq al-ibadi jududu. Domethënë, dhe larja çështjet në dorë Allahut subhanahu wa taala. Domethënë mos shpreso te askush, po gjithë çështjen lëre në dorën e Allahut, sepse Allahu i ka shpërndar furnizimet e robrit e tij dhe hiset e secilit ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot më transmeton me zinxhirin e tij nga Ibn Sammak, pra njerë thot akhberan al-Qattan bir Raqqa. Kjo është përmendur disa herë. Do të thonë se ky Qattani ai ka mësu në qytetin Raqqa të Shamit. Ka thonë me zinxhirin e tij transmeton nga Ibn Sammak se ka thonë ar-raja'u hablun fi qalbik wa qaydun fi rijlik. Fa akhrij ar-raja'a min qalbik yanfakku al-qaydu min rijlik. Do të thonë, kjo shpresat e njerëzit, pra pritshmëria prej njerëzve, mbështetja ndihmën e njerëzve, është një litar në zemër që ta bën një prang në këmbë. Do të thonë ta lidh këmbën. Nëse mendon se njerëzit do të ndihmojnë, ti bën këmbët e lidhura. Kurse prandaj nxirre këtë shpresë nga zemra, do të lirohen këmbët. Do më thanë se njeriu, përderisa është i mbështetur te dikush tjetër, edhe pret se ai do t'ia kryej nevojat që i ka, nuk lëviz, edhe nuk mundohet, por kur e humb shpresën se askush nuk do ndihmoj, atëherë bëhet më aktiv. Edhe e di se vetë duhet ta gjejë zgjidhjen, duke u mbështetur Allahut subhanahu wa taala. Edhe duke ditur se Allahu, si u tha më herët, më thënë Allahu i ka ndarë të gjitha furnizimet, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allahu thot ne kemi nda pra jetesën,
furnizimin e jetesës te të gjitha krijesat në jetën e kësaj dunjaje. Thot autori rahimahullah, domethënë duke u bazuar në këtë fjalë që u tha se kur njeriu ka shpresë te dikush e ka këmbën e lidhur. Kur ta humbe atë shpresë, atëherë jo kur ta humbe, por kur ta largoj prej zemrës, ta nxjerr prej zemrës këtë shpresë, atëherë i lirohet, i zgjidhet këmba. Ka thënë at-tama'u ghuddatun min qalbi al-mar'i lahu tarafan. Do të thënë kjo shpresa ose lakmia të njerëzit është si një gjendër, e dini kur formohet domethënë ndonjë cist, si i thon, në zemër, që i ka dy anë. Njëra anë është el-qaidu fi rijlaihi, domethënë është lidhje e këmbëve, që i bën këmbët të palëvizshme. Do thotë kur e ka këtë lakmin të njerëzit, këmbët i bëhen i paralizohen. Do thotë në kuptimin se nuk lëviz për të ecur, për ta fituar atë të mirë të Allahut subhanahu wa taala, do thotë duke i bërë shkaqet edhe duke kërkuar nga Allahu. Dhe ana tjetër është se ja mbyll gojën. Domethënë, njeriu që shpreson në të mirat e njerëzve, nga njëra anë për vete nuk punon, nuk mundohet, edhe nga ana tjetër nuk mund ta thotë të vërtetën. Dhe nëse mendon ai me zemrën e tij se varet nga të mirat e njerëzve ose nga pasuria e njerëzve, nuk mund t'u thotë atyre asnjëherë të vërtetën. Edhe nëse i shen haram, nuk i ndalon. Edhe nëse i shen bidate dhe ndevime, nuk asqëron këtë. Se duhet patjetër të arrijë atë patjetër të arrijë atë interesin që e kërkon te njerëzit. Kjo siç vlen për çështjet e fesë, gjithashtu vlen edhe njeriu në tregti, edhe nëse është në tregti ose në ndonjë punë, do të thonë nëse është me zemër të pasur edhe i lirë, nuk varet edhe nga këto interesat e klientave, do të thonë nuk vrapon pas tyre, nuk e hap, do të thonë nuk e nxjerr gjuhën duke vrapuar mas interesave ose pasurive që i shet e klientat. Atëherë, nëse është diçka në kundërshtim me mirëqenien e tij, kërkon klient, do të thënë klienti mund të ketë lloj-lloj kërkesa, por nëse e sheh se diçka të bën dëm ty ose dinjitetin tënd ose fetarinë tënde, atëherë nuk mbyllet goja, nëse nuk e ka këtë lakmi. Por ai që ka lakmi, do të thënë mundohet me ia bë qefin secilit. Edhe me keqardhje të madhe në vendet tona, për shembull, ne shohim se edhe ata të cilët duhet të jenë thirrës për rrugën e drejtë të Allahut subhanahu wa taala, për shkak të këtyre lakmimeve, do thotë e kanë mbyll gojën edhe nuk e tregojnë të vërtetën që është hak i Allahut subhanahu wa taala, por mundohen t'ua bëjnë qefin njerëzve, ndonjëherë duke u pajtu me atë që e thonë ata, ndonjëherë duke e pështjellu me manipulime të llojshme, por që ta thonë të vërtetën, goja është e mbyllur. Po thot autori rahimahullah, thotë kjo shpresë që është në zemër, ose kjo lakmi që është në zemër, është si një smundje, ose një tumor, më thonë, që i ka dy anë. Njëna anë, kam t'i bën të palëvizshme, edhe nuk ka vullnet njeriu që të punojë, sepse pret për njerëzve. Dhe gojen e mbyll, gjithashtu, që nuk e flet të vërtetën. Dhe thot autori, përderisa kjo lidhje është në zemër, nuk i lirohen këmbët dhe nuk i flet gjuha, dhe kur ta nxjerr këtë lakmi nga zemra e tij, atëherë zgjidhen këmbët dhe hiqet kjo vula ose domethënë kapaku i gojës, edhe atëherë e flet fasa'a ila ma sha, atëherë hec aty ku do dhe e thot atë që do. Domethënë atë që ti e di se është hak, atëherë e thua, domethënë kur është hequr ky tumor nga zemra. Wa dawa'u zawali at-tam'i min al-qalb. Çka është ilaçi i këtij tumori? Si me nxjerr këtë smundje nga zemra? Është ru'yatul ashya min mukawwiniha bidawam al-khalwa wa tark an-nas. Domethënë që të jenë domethënë që njerëzit
që njeriu do thotë ti shikoj çështjet në esencë, duke u largu sa më shumë prej njerëzve, edhe duke adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe duke i analizu çështjet në lidhje me atë që ka caktuar Allahu, duke e mendu fjalën e Allahut, ma yaftahillahu min rahmetin fala mumsika laha. Do të thënë atë mëshirë që ja hap Allahu, atë furnizim që e sjell Allahu, nuk ka mundësi askush ta pengojë. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Dhe atë që ndal Allahu, atë që nuk ta ka shkruar Allahu me ta dhënë, nuk ka mundësi askush ta hapë, ta lëshojë. Do të thënë nëse këtë e mendon njeriu, atëherë i largohet kjo lakmi dhe kjo pengesë në veprimin e tij. Prandaj ka thonë ky poet Abdulaziz ibn Suleiman al-Abrash, ka thonë kun li qa'ri al-bayti hilsan warda bil wihdati unsa, do të thonë bëhu i pandashëm prej shtëpisë, siç folëm më herët në lidhje me izolimin prej njerëzve, largimin prej njerëzve. Do të thënë largohu prej njerëzve të këqij dhe largohu prej atyre që epsi yt thot se ke interes tek ata. Edhe nëse ju kujtohet nga mësimet e para, në fillim ishte kur njeriu i bëhet një çështje e dyshimit, a është e saktë ose jo, atëherë ajo që është më afër epsit, asaj duhet t'i largohet. Nëse ka punë që dituria qartë i tregon se janë të mira, edhe mençuria, do të thënë qartazi tregon se janë të mira, edhe ka vepra që dihen qartazi se janë, do të thënë punë të epsit, mirë po kur është diçka e paqartë dhe dyshimt, nëse është më afër epsit, atëherë largohu prej saj. Edhe ky largimi prej njerëzve është në këtë kuptim. Nëse afrimi me njerëzit, do të thënë është i dobishëm për forcimin e fetarisë, për shtimin e diturisë, për shtimin e mençurisë, ngritjen e moralit, atëherë është përzierje e duhur me njerëzit. Por nëse është kjo përzierja që ti ushqen epshet ose interesat, atëherë, do të thënë largohu prej saj dhe atëherë je padyshim se i shpëtuar. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, njeriu i mençur largohet prej lakmisë, do të thënë lakmimit të asaj që kanë miqtë e tij, sepse kjo e nënçmon dhe largohet prej ose e fiton këtë humbjen e shpresës prej miqve dhe armiqve, se në këtë mënyrë shpëton. Wal iyasu huwa badhru ar-rahati wal izza. Do të thënë kjo humbja e shpresës te njerëzit është fara e qetësisë dhe krenarisë, kurse lakmia është fara e lodhjes dhe poshtërësisë, poshtrimit, do të thënë të njeriu. Shumë njerëz lakmitar janë lodhur dhe janë poshtruar dhe nuk e kanë arritur atë dëshirën që e kanë ose synimin që e kanë pasur, dhe shumë njerëz që janë larguar nga do të thënë shumë prej atyre që i kanë humbur shpresën te njerëzit, janë qetësu, janë rahatu dhe kanë fitu krenari. Dhe ndoshta ajo që e dëshiron, vjen ose nuk vjen. Ajo nuk varet, do të thënë, ajo varet vetëm nga caktimi i Allahut. Do të thotë, nëse njeriu vrapon pas atyre njerëzve të cilët ka interes dhe lakmi, mund ta fitojë, mund të mos e fitojë atë që e ka dashur. Edhe ai që largohet edhe nuk pret prej njerëzve, mund ta fitojë, mund mos e fitojë. Kjo është, do të thënë, ky rezultati në dunjë varet vetëm nga caktimi i Allahut. Mirë po ai që ka qenë e ka poshtruar veten para njerëzve dhe është bërë i varur nga njerëzit, ai është në poshtrim dhe lodhje të përhershme. Kurse ai që është larguar prej kësaj, është i qetë në vetvete dhe e ka ruajtur krenarin dhe dinjitetin e tij. Pastaj ka transmetuar autori rahimahullah nga Muawiya ibn Ammar, transmeton nga Abu Ja'far, i cili ka thonë al-ya'su amma fi aidi an-nasi 'izzun. Do të thënë humbja e shpresës te ato që i posedojnë njerëzit, te posedimet e njerëzve, është krenari. Pastaj ka thonë ama sami'ta qawla Hatim at-Ta'i, do të thënë a di fjalën e këtij Hatim at-Ta'it që ka thënë idha arafta al-ya'sa al-faytahu al-ghina. Idha arafathu an-nafsu wat-tam'u al-faqru.
Domethënë, nëse e nje këtë humbjen e shpresës të njerëzit, nëse e di se çka është ajo, do ta shohësh se është pasuri, nëse zemra e nje tamam. Kurse lakmia është varfëri. Domethënë ajo që u tha disa herë me argumente të lloj-llojshme. Pastaj në temën tjetër, që është tema 25 me titullin El-Hath, dhikru el-hathi ala mujanabati al-mas'alati wa karahiyatiha. Do thot nxitje për largim prej lypjes. Do të thënë mos i kërkosh njerëzve. Pa dyshim se kjo lidhet me temën e mëparshme. Do thot që kur njeriu nëse e ka përsos atë parën, nuk e dëshiron atë që e kanë njerëzit, atëherë gjithashtu edhe nuk ju kërkon njerëzve. Mirë po këtu ka disa aspekte tjera që njeriu asnjëherë mos e përul vetveten, domethënë duke u bërë lypsi njerëzve, edhe duke kërku vetëm shërbime prej njerëzve. Edhe ka sjell autori rahimahullah në fillim hadithin, ka thënë akhbarana Abu Yazid Khalid ibn Nadr ibn Amr al-Qurashi bil Basra, në Basra, e ka tregu ky dietar, edhe ka thënë haddathana Abdul Wahid ibn Ghiyath قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دمثان ترانسميتون هشام بن عروة قابايتي عروة ابن الزبير ذاي ترانسميتون قابايتي زبير بن عوام رضي الله عنه سيد القوري الله صلى الله عليه وسلم كثان لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Thon që një njeri të marrë një litar, edhe të shkojë të mbledh disa dru në mal, edhe pastaj të shes në tregun e njerëzve, është më mirë për të se sa të kërkojë njerëzve. Dhe të mvaret prej tyre a do t'i japin ose do ta refuzojnë. Ky hadith është hadith sahih që e transmeton Imam Bukhari në Sahihun e tij. Tregon se, do të thënë, njeriu duhet, si u tha më herët, që të jetë nevojtar dhe i varfër vetëm para Allahut subhanahu wa taala dhe para askujt tjetër. Nëse shkon si nevojtar i kërkon njerëzve, do të jesh i poshtruar. Edhe më mirë është njeriu që ta punojë një punë, edhe kjo është shembull që ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të thënë patjetër këtë punë me bë. Mirë po e ka sjell një shembull i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që është puna më e lehtë. Do të thënë me marr një litar. Pa marr parasysh se është i varfër dikush, ai me pas një litar është, do të thënë, është një investim shumë i vogël. Pra se shumë njerëz arsyetohen se thotë s'kam kapital, nuk kam si me fillu, duhet patjetër, disa thonë duhet patjetër me dal jashtë, do të thënë sa me dal pi krizës. Ka mundësi të panumërta. Dhe Allahu ka thënë se toka e Allahut është e gjerë, edhe ka mundësi të shumta, dhe një investim më minimal. Do të thënë që njeriu ta bëj duke e lodh trupin e tij. Do të thënë patjetër që t'jape prej asaj që e ka në posedim, dhe jo vetëm të ri me shpresat kota, edhe të kërkoj njerëzve. Pra të ri në pasivitet dhe pastaj të kërkoj njerëzve, sepse më mirë është që vetë të punoj, qoftë edhe një punë më të thjesht, me investimin minimal, ta punoj, ta bë një tregti të vogël për shembull, ose edhe një punë fizike, edhe ta fitoj vetë atë ushqimin e vetë, është më mirë se sa t'ju kërkoj njerëzve. Pastaj njerëzit ose do t'i japin ose do ta refuzojnë. Edhe kështu do t'jeti i nënçmuar, se thot autori rahimahullah në vazhdim, pra thot al-wajib ala al-aqil, pra i mençuri e ka obligim që të largohet nga lypja, në cilën do gjendje, mos i kërkoj njerëzve. Dhe waluzum tarkit ta'arrud, edhe të vazhdimisht, do të thonë, të largohet nga ekspozimi i vetvetes. Do të thonë që t'ju shkoj njerëzve të thotë s'kam kështu, s'kam ashtu, më ka ndodhur. Do të thonë vazhdimisht ti ekspozohet, ti tregoj nevojat të njerëzit. Nevojat duhet njeriu vetëm t'ja shfaq Allahut subhanahu wa taala, edhe
kur vetmohet dhe vetëm i drejtohet Allahut subhanahu wa taala, edhe i thot, o Zoti im, ti e di se çfarë gjendje jam ose cila është nevoja ime kështu me radhë, edhe kërkon atë plotësimin e nevojave vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, pastaj i bën shkaqet për të arritur të mirën, se thot li'anna al-ifkar fi al-azmi 'ala as-su'al yurithu al-mar'a mahanatan fi nafsihi. Dhët mendimi për t'ju kërkuar njerëzve. Do të thënë vetëm mendimi, mendon njeriu kujt t'i shkoj nesër, ose te kush të kërkoj, se i ka kërkuar shumë njerëzve, dika ne ka mashtru, dikujt i ka thonë borxh, dikujt i ka thonë ndihmë, i ka kërkuar, edhe i ka harxhu, edhe vetëm mendon te kush tjetër të drejtohet. Kjo është nënçmim i vetvetes dhe poshtrim. Do të thënë e ul më shumë e ul nga ajo shkallë që është. Kurse wa tarkul azmi ala al-ifkari fi as-su'al, kurse largimi prej mendimit për kërkim, për lypje. Do të thënë largimi nga ky mendim i sjell njeriu fuqi dhe i sjell gjithashtu krenarin vetvete dhe ngre në një grad më të lartë se gradën që e ka. Dhe poshtrimi i njeriu është dy herë. Si është në hadith, pra kjo puna ose marrja e një litari që të mbledhë disa dru, këtu as nuk përmendet sopata. Do të thënë nuk ka thënë me shku me prej dru, po vetëm e merr një litar edhe shkon mbledh disa degë kështu nëpër pyll, edhe vjen i shet aty ku nuk kanë njerëzit. Do të thënë ky është një lloj tregtisë me një investim minimal. Është më mirë se sa ti kërkoj njerëzve, pastaj njerëzit do t'i japin ose do ta refuzojnë. Në të dy situatat është i nënçmuar. Do të thënë një herë nëse i japin, është i nënçmuar me nënçmimin e lypjes. Nëse e refuzojnë, atëherë është dy herë i nënçmuar. Do të thënë me nënçmimin e lypjes dhe nënçmimin e refuzimit. Prandaj duhet ta ruaj veten nga kjo gjendje secili musliman, por të përpiqet vetë duke u mbështetur Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, transmeton nga Musa ibn Tarif, thot inna al-hajata la ta'ridu li ila ar-rajul, thot ndodh që më paraqitet ndonjë nevojë për ndonjë njeri. Do të thënë mendoj se këtë nevojë mund të ma kryej filani. Atëherë thot fa yakhruju izzi min qalbi. Atëherë më humb krenaria në zemër. Do të thënë vetëm kur mendoj që këtë punë t'ja kërkoj filanit, do të thënë humb krenaria e zemrës, fa aqta al-hajata min nahiyatihi. Atëherë ndërpres këtë nevojë, pra nuk mendoj të kërkoj, nuk mendoj më shumë, do të thënë që të kërkoj nga njerëzit, fa yarji'u izzi ila qalbi. Atëherë më kthehet krenaria në zemër. Pastaj ka thënë, ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, do të thënë transmetohet nga Sha'bi, se ka thënë se Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ka thënë men sa'ala an-nasa li yuthri malahu, do të thënë kush ju kërkon njerëzve që ta shtoj pasurinë e tij, do të thënë ka edhe lloj të këtill të njerëzve që jo se janë nevojtar, por me këtë lypjen duan vetëm që t'i shtojnë pasuritë e tyre ose t'a shtojnë luksin. Atëherë fa innama huwa radfun min an-nari yulqamuhu. Do të thënë kush e bën këtë, ju lip njerëzve për shtimin e pasurisë. Se ndonjëherë, do të thënë kur është në nevojë të skajshme kjo, nuk do të thënë se lypja ose kërkimi prej vëllezërve besimtar të sinqert edhe bamirës nuk është haram, por duhet të jetë ajo, do të thënë një zgjidhje e fundit, do të thënë që është vetëm që varet, më thënë, jeta dhe vdekja prej saj. Duhet, do të thënë, njeriu sa më shumë të largohet prej saj dhe edhe në atë rast patjetër se do të sakrifikojë diçka prej krenarisë së tij, edhe prej pozitës së tij. Do të thënë patjetër do të bjerë nëse është që kërkon prej njerëzve. Mirë, po nëse është që nuk ka nevojë, por kërkon që të ketë më shumë, për shkak të asaj lakmisë që u përmend më herët, do
edhe më shumë. Atëherë thot Omeri radhiyallahu anhu, nëse kërkon kështu që ta shtoj pasurinë, atëherë çka është kjo? Kjo është një gur i nxehtë që do t'i jepet, domethënë në ahiret, në gojë. Faman sha'a istaqalla wa man sha'a istakthar. Kushdo le të ketë më pak pasuri, kushdo më shumë. Domethënë nëse është rruga e fitimit të pasurisë me lypje, atëherë ta dish se kjo lypja për shtim të pasurisë është gur i skuqur i xhehenemit. Edhe atëherë kushdo le të marrë më shumë gur, kushdo më pak. Pra sa më pak ose hiç, domethënë nëse maksimumin do thotë njeriu ta bëjë që të largohet prej kësaj. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Hakim ibn Qais ibn Asim, ai transmeton nga babai i tij se e ka këshilluar, domethënë kur para vdekjes, e ka këshilluar, i ka thënë ja bunej ose ja benija, i ka këshilluar djemtë e tij, i ka thënë iyakum wa mas'alat an-nas fa innaha akhiru kasb ar-rijal. Ka thënë ruhuni prej lypjes prej njerëzve, se kjo lypja është fitimi i fundit i burrave. Domethënë kur nuk ekziston asnjë zgjidhje tjetër. Përndryshe, pra është pjesë e burrnisë që njeriu vetë ta fitojë furnizimin e vet. Thot autori rahimahullah, al-aqilu la yas'alu an-nasa shay'an fayarudduhu. Pra njeriu i mençur nuk i kërkon njerëzve dhe ata ta refuzojnë, wala yulhifu fil mas'alati fa yahrimuhu, dhe nuk këmbgul, domethënë më shumë në kërkim për njerëzve që ata t'ia pengojnë ose ta privojnë prej të mirave. Wa yalzamu at-ta'affuf wa at-takarrum. Po njeriu gjithmonë e ruan dinjitetin, njeriu i mençur, edhe e ruan nderin e tij, nuk kërkon, domethënë nuk e kërkon atë gjë që ka shkuar, ka ikur, edhe nuk e hedh poshtë shansin e ardhur. Ose, domethënë njeriu nuk shkon, ka njerëz që për shembull kanë pas një dëshirë, edhe nuk kanë mundur ta arrijnë, edhe pastaj gjithmonë vajton për atë mosarritje të dëshirës. Edhe gjithashtu nuk vrapon pas atij që është duke u largu. Nuk shkon që t'i lype njeriu, por edhe atij që është duke ardhur, ose dikush që do me dhënë dhurat ose ndihmë nga vetja e tij, nuk e refuzon. Wala yatrukuhu wala yatruku muqbilan. Sepse thot largimi ose humbja e ndonjë dëshire është më mirë se sa t'i kërkohet ajo atyre që nuk janë kompetent. Domethënë kërkohet krijesave. Më mirë është që mos e fitosh një dëshirë se sa ta kërkosh prej tjetër kujt përveç se prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe si tham më herët, kush ka kërkuar prej dikujt, domethënë e ka nënçmuar veten 2 herë, se tha një herë me kërkesën dhe e dyta me refuzimin, nëse e refuzon. Dhe e ka ngritur atë njeriu që të cilit i ka kërku, e ka ngritur për mi pozitën që ka ai në realitet. Pastaj transmeton nga Sufjan ibn Uyayna rahimahullah se ka thënë men sa'ala nadhlan hajatan faqad rafa'ahu an qadrihi. Thot kush i kërkon dikujt dhe një njeriu, domethënë të ulët, i kërkon një njeriu të ulët ndonjë nevojë, e ka ngritur për mi pozitën e tij. Domethënë tani paramendoni nëse shkon dhe këto kërkesa, këtë lypje u bën njerëzve të bidatit, që janë të ulët dhe të poshtër në sipas rregullave të shariatit. Janë njerëz të nivelit të ulët dhe njeriu shkon, i kërkon nevojat e tij prej thirrësve në bidat ose prej njerëzve të bidatit, padyshim se ata i kanë ngritur në pozitë që nuk e kanë, edhe veten e kanë nënçmuar shumë herë. Domethënë e ka nënçmu veten. Ky njeri që e ka mësuar sunetin, edhe shkon tregohet nevojtar të njerëzve të bidatit, domethënë është në shumë aspekte i nënçmuar, kurse ata i kanë ngrit për mi pozitën që e meritojnë. Nuk meritojnë ata që të jenë mbi njerëz të sunetit. Thot pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Shikhir, thot se i ka thonë djalit vëllait vet, Abdullah ibn Shikhir, i ka thonë
djalit vllajt, jebna akh, o biri vllajt tim, idha kanat laka hajatun ilayya faktub biha fi ruqa. Nëse ke ndonjë nevojë ndonjëherë diçka prej meje, shkruaje atë në një letër ose në një copë, domethënë shkruaje dikund edhe ma jep se fa inni asunu wajhaka an dhulli sual wa badhli al-juhal. Pra unë dua të mbroj ta mbroj fytyrën tënde prej poshtrimit të lypjes. Domethënë as xhaxhait vet që ai është kujdesur për ta, domethënë ja ka dashur të mirën, po e ka thënë du me ta mbrojt fytyrën, mos hajde me mlyp direkt, shkruama në një letër që ta kesh më të lehtë. Edhe pastaj ka thënë një poezi. Thot autori rahimahullah Ibn Hibban rahimahullah thot a'dhamul masaib su'ul khuluq. Domethënë e keqja më e madhe ose sprova më e madhe, goditja më e madhe është morali i keq dhe lypja e njerëzve. Wal hammu bis su'al nisful haram. Edhe kjo gajlja e lypjes është gjysma e plakjes. Domethënë që e dëmton njeriu. Fa kayfa al mubasharatu bis su'al. Atëherë si është lypja? Domethënë vetëm mendimi për të lypur është gjysma e plakjes, edhe lodhjes qenjes njeriut. Atëherë si është direkt lypja. Wa man azzat alayhi nafsuhu saghurat ad-dunya fi 'aynayhi. Kush e di krenarinë e vetvetes, atëherë dunjaja atij duket e vogël në sytë e tij. Do thënë e vëren se të mirat e dunjas nuk janë diçka për të cilat duhet me sakrifiku vetveten ose me poshtru vetveten. Do të pasi ato të mirat e dunjas janë të parëndësishme. Dhe nuk ka mundësi njeriu që të arrijë pozita të fisnikërisë nëse nuk e ruan nderin e tij dhe nuk tregohet, domethënë i pavarur dhe jo nevojtar për ato që i posedojnë njerëzit. Pastaj ka thënë Al-Abrash rahimahullah umbul bi nafsika an takuna harisatan inna al-harisa idha yulihu yuhanu. Pra ruaje veten tënde, ngrije veten tënde dhe mos u bën këmbgulës, pra në kërkesë, sepse këmbgulsi në kërkesa dhe lypje është i nënçmuar. Nuk e do askush edhe e nënçmon dhe thot men yukthir at-tis'ala min ikhwanihi yastathqiluhu wa hadhuhu al-hirmanu. Thot kush e tepron në kërkim prej vëllezërve të tij, lypje prej vëllezërve të tij, bëhet i rënd. Domethënë ju duket i rënd, vetëm nëse e sheh, ndjen një peshë, një vështirësi. Dhe gjithashtu çka është hisja e tij? Privimi. Domethënë prapë se prapë do të privohet nga kërkesat e tij. Ndonjëherë do t'i japin, ndonjëherë nuk do t'i japin. Mirë po, u duket njerëzve i rënd. Edhe për këtë, domethënë si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, është më mirë që njeriu vetë të mundohet se sa të kërkojë prej njerëzve, pastaj të varet prej dëshirës së tyre, do t'i japin ose do t'ja pengojnë. Pastaj thot autori rahimahullah transmeton me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Sulejman se ka thënë kana Aktham ibn Sayfi, do të thonë ky Aktham ibn Sayfi thoshte as-su'al in qalla wa in qalla as-su'al wa in qalla athmanu min an-nawal wa in jall. Keni kujdes, do të thonë thot lypja edhe nëse është pak, do të thonë edhe nëse është një kërkesë e vogël, është më e vlefshme, më e rëndë, do të thonë, me çmim më të lartë se sa fitimi edhe nëse është shumë. Do thotë një kërkesë e vogël e ka çmimin më të lartë te njeriu, te nderi dhe krenaria e njeriut, se sa ai fitimi që do ta japë dikush, edhe nëse është diçka shumë e madhe. Do thotë pastaj, do të thonë nuk barazohet. Nuk mundet këtë sakrificën ose harxhimin që e ke bën të nderit tënd me kërkesë, është shumë më shumë se sa fitimin që do ta fitosh prej atij të cilit i ke kërkuar. Dhe pastaj gjithashtu bën një sqarim autori rahimahullah, thot i mençuri nuk duhet ta nënçmoj fytyrën e tij
por duhet ta ruaj nderin e tij. E kështu me radhë, pastaj thot se ka dy vdekje njeriu. Vdekja që dihet kur del shpirti nga trupi, edhe vdekja e humbjes së dinjitetit me lypje. Do të thënë është dhe kjo e dyta është më e keqe se ajo që i vjen secilit. Do të thënë vdekja, duke qenë njeriu me dinjitet dhe me moral të lartë, është më mirë se sa vdekja duke qenë gjallë, por është i vdekur në mesin e njerëzve sepse është lypës dhe i nënçmuar. Dhe ka thënë një autor, pra ky Mansur ibn Muhammad al-Kuraizi, ka thënë la yuhissu as-sadiqu minka bi faqrin la wala walidun wala mawludu. Dhët asesi mos e vërej shoku yt varfrin tënde. Do të thënë mos u trego i varfër, mos trego se kam shoku, jo shoku, po as prindi dhe as fëmia. Do të thënë që njeriu mos jetë lyps as te prindi i tij, as babës vet, mos i kërkoje, as gjithashtu prindi fëmis, mos i thot se jemi kështu, se edhe te fëmia prindi bëhet i rand nëse vazhdimisht ka kërkesa. Thot dhaka dhullun idha sa'alta bakhilan aw sa'alta alladhi alayka yajudu. Në kjo është poshtrimi vetvetes, nëse i kërkon kopracit ose i kërkon atij që është bujar. Pra si tham më herët, nëse i kërkon kopracit, e ke nënçmu veten 2 herë. Nëse i kërkon bujarit, e ke nënçmuar 1 herë. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga A'mash, thot sami'tu al-Ma'rur ibn Suwaid yuhaddithu an Abdillah قال إن في طلب الرجل الحاجة إلى أخيه فتنة. Do thot kur njeriu e kërkon nevojën e tij prej vllajt të tij, kjo është fitne, është provë. Idha a'tahu hamida ghayra alladhi a'ta. Nëse i jep, do ta falenderoj tjetër kënd prej dhuruesit. Do thot Allahu subhanahu wa taala. Allahu është dhuruesi i dhuntive. Dhe nëse njeriu i kërkon njerëzve, pastaj ai njeri i jep, ai të cilit i ka kërku, ai do t'i japë, edhe do të harroj ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala, po do ta falenderoj njeriu. Edhe thot mos ishte ti, domethënë ti dole ma kryve këtë nevojë, isha shumë nevojta. Do thot ja jep falenderimin tjetër kujt dhe jo Allahut. Dhe nëse ai nuk i jep, do ta qortoj atë që nuk ka faj. Domethënë se nuk është caktimi i Allahut që ta fitojë atë pasuri ai njeri. Edhe nëse ndodh që e refuzon, më thënë nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut, po e qorton njeriu pse nuk ma dha, ishte kështu, ishte ashtu, më thënë si është e ditur. Pastaj thot, gjithashtu transmeton nga thot njëri prej fëmijëve të Ka'b ibn Malikut, ka thënë laqad ra'aytuni andahu awwal an-nahar, do të thënë tregon për veten e tij kur ka qenë, do të thënë shumë i varfër. Në fillim para dreke kam nxjerr ujë nga pusi. Do të thënë këtë ka bërë për pjesë të punës, kurse pas dite kam thy gur me spatën time, kam thy gur në një xeherore apo minier, edhe kjo ka qenë për ushqim. Do të thënë para dite e ka bë një pjesë të punës, kurse pas dite, do të thënë këtë pjesë tjetër që të dyja janë shumë të rënda, dhe pagesa për të ka qenë vetëm ushqimi i ditës. Do të thënë nuk ka pas pagë më shumë se sa ushqimin që e kanë ngrënë. Edhe i kanë thonë laqad laqita mauna, do të thënë ti që ke lodh shumë, do të thënë ke pas vujtje të shumta. Ka thonë po, mirë po kërkimi i dirhemve nga duart e njerëzve ka qenë më i rëndë se sa kërkimi nga gurët. Domethënë nga thyrja e gurëve ka qenë më mirë, më e lehtë se sa ti kërkoj njerëzve. Pra thot kjo ka qenë zgjidhja njëra, ose ti kërkoj njerëzve, ose të thej gur edhe ta siguroj ushqimin, edhe më e lehtë më zhduk thyrja e gurëve. Pastaj në temën e radhës, thot autori rahimahullah, dhikru al-hathi ala luzumi al-qana'a. Kjo është tema 26,
Domethënë nxitje, edhe kjo është kjo temë është ajo që i kompleton ose e bën njeriu që t'i kuptojë dy temat e kaluara. Një gjë që quhet në gjuhën arabe, edhe është në fenë tonë të madhrishme, quhet qana'a. Domethënë që zemra të jetë e bindur dhe e kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe ky është moral shumë i lartë dhe i rëndësishëm, që njeriu të pajtohet me caktimin e Allahut dhe të jetë i kënaqur me atë që ja ka caktuar, duke e ditur se atë që ka pranuar Allahu është më e mira për robin. Më mirë se sa dëshirat që i ka robi vet. Edhe kjo është, domethënë, në argumentet shumta nxitet që njeriu të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Në fillim, para se të vazhdojmë me tjerat, hadithin që ka përmendur autori rahimahullah thot: "Akhbarana al-Hasan ibn Sufyan الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما." مثلا ما كنت زنجير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما transmetohet se thot: "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibay." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I vuri duart në supe, në shpatulla, domethënë, edhe I ka thënë: "Kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabil." Thot, bëhu në dunja si kalimtar, si I huaj, ose si kalimtar I rrugës. Ka annaka gharib, domethënë sikur je gurbetçar ose I huaj, domethënë këtë vend. Pra jo gurbetçar, se ka tjetër kuptim, por I huaj në dunja. Dhe ose si kalimtar I rrugës. Edhe kalimtari I rrugës ose I huaj, kur shkon në një vend për një vizitë, a mendon njeriu për angazhimet shumta, domethënë që të blej një shtëpi aty edhe të blej makinë dhe ti rregulloje, do thotë, kopshtet e kështu me radhë, kur është veç për vizitë dikun. Nuk mendon për ato, ndoshta mundohet me gjetë në një shtëpi, në një banesë me një qira të vogël, të lirë, për kohë të shkurt, edhe do kthehet në vendin e vet. Do më thënë, interesohet për diçka. Shiko, ky hadith është hadith I balancit mes, sikur në fillim që e tham për zuhdin, do më thënë mes braktisjes dunjas dhe angazhimit me dunja. Do më thënë, kjo është balans. Sikur një njeri huj, do thotë kur shkon në një vend huj, nuk do më thënë se as nuk do të haje, as nuk do të pije, as nuk do të hije me banu dikun. Patjetër se për ato interesohet. Mirë, po nuk është si banori që mendon me siguru vendbanimin e përhershëm, me pas mjet të udhëtimit, vetin e kështu me radhë. Do më thënë, është njeri që bën shkaqet e dunjas që ta ketë jetesën e lehtë, mirë po si I huaj në këtë vend, sepse vendi I përhershëm I njeriut është ahiret, I besimtarit, është xheneti. Prandaj në këtë dunja vetëm e merr vetëm atë që është e domosdoshme. Pra ky është shembull për të huajin, kurse kalimtari I rrugës edhe më shumë. Do të thënë, kjo është një shkallë edhe më e lartë e zuhdit. Do të thënë, sigur ai që është duke kalu, nëse ndalet për një orë gjysmore të pushojë në një vend, ai edhe më pak angazhohet me ndërtimin e atij vendit, ose do të thënë, nëse e gjen një hije të mirë, pi pak ujë edhe vazhdon, do të thotë në këtë mënyrë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: "Bëhu në dunja si I huaj ose kalimtar I rrugës." Thotë, dhe kjo në gjuhën arabe është për shtim, apo edhe më shumë. Do të thënë, bëhu në këtë dunja si I huaj ose më shumë si kalimtar. Do thotë, më I kujdesshëm që mos jetë angazhimi I tepërt me dunjan. Pra në bazë të asaj që e sqaruam më herët. Se pasuria e vërtet është pasuria e zemrës, siç është titulli këtu, që zemra të jetë e kënaqur, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: "Laysa al-ghaniyu bi kathrati al-arad." Do të thënë, I pasur nuk është ai që ka shumë sende, të shumta, por I pasur walakin al-ghina ghina an-nafs. Do të thënë, pasuria e vërtet është pasuria e zemrës. Dhe shumica e njerëzve janë të tillë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nëse jepet robit Ademit një lugin me arë,
do ta kërkojë edhe një tjetër, 2. Edhe nëse i jepet e dyta do ta kërkojë tretën, asnjëherë nuk ngopet njeriu. Por besimtari që e ka njohur besimin në Allahun subhanahu wa taala, është i kënaqur me ato që ja ka dhënë Allahu dhe ecë sipas udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është, domethënë, si i huaj ose si kalimtar në këtë botë. Edhe duke ditur se ajo që fiton njeriu është prej caktimit të Allahut. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Domethënë ne e kemi ndarë jetesën e tyre, e kemi ndarë, domethënë, furnizimin për jetesën e tyre në jetën e kësaj bote. Se thot kjo botë është një vendbanim. Edhe ahireti është një vendbanim. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irtahalat ad-dunya mudbira, wartahalat al-akhiratu muqbila. Do thot, dunjaja, jeta e kësaj bote dhe ahireti janë duke ecur. Pra kjo botë është duke ecur, mirë po, duke u largu, kurse ahireti është duke ardhur. Edhe secila prej këtyre ka bijtë vet. Domethënë walikulli minhuma banun. Secila edhe jeta e dunjas ka bij, edhe jeta e ahiretit ka bijtë vet. Fakunu min abna'il akhirah. Bëhuni bijtë e ahiretit dhe mos u bani bijtë e dunjas. Fa inna al-yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal, sepse sot ka vepra dhe nuk ka llogari. Kurse nesër në ahiret ka llogari dhe nuk ka vepra. Ka mbaruar, domethënë, me vdekjen, përmbyllet dhe mbyllet, domethënë, libri i veprave. Prandaj do thotë njeriu do të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu, nëse nuk e ka dunjan brengën e tij kryesore, siç është në dua. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Domethënë, mos na bëj dunjan brengën ton kryesore, më të rëndësishmen, edhe mos na bëj dunjan gjithë diturinë që ke. Ka njerëz që nuk din asgjë tjetër përveç se për dunja. Nuk din asgjë për moralin ose për veprat e mira ose për fitimet në ahiret. Pra, për këtë shkak, domethënë, kështu ta kuptojmë këtë hadith, se është hadith i të qenit mesatar. Do thotë që njeriu të punoj për dunja, mirë po ta ketë parasysh se është kalimtar në këtë dunja, nuk është i përhershëm. Edhe prandaj punon dunja që të ketë një rahati, edhe të jetë i përgatitur për udhtimin e tij, për vazhdimin e udhtimit. Të mbledhe prej kësaj dunjas pasuri për vendin e vet të përhershëm. Domethënë, sigur, edhe nëse është si gurbeçar, njeriu shkon në gurbet, ai që është i mençur, shkon për një kohë të caktuar dhe mundohet të mbledhe më shumë për vendin e vet. Kurse shumë prej njerëzve shkojnë me këtë pretekst në fillim, pastaj harrojnë, mendojnë se aty është vendbanimi i tyre, edhe zgjerohet në rregullimin e atij vendbanimi. Domethënë, kështu është gjendja jonë në këtë dunja, që kur e mësojmë imanin edhe mësojmë këtë fetë madhërishme, e kuptojmë se kemi ardhur këtu vetëm për të pasuruar për vendbanimin tonë të përhershëm. Por shumë prej njerëzve harrojnë edhe fillon mu angazhu vetëm me këtë dunja. Po, ky hadith pra është hadith sahih, pastaj ka dhënë një sqarim autori rahimahullah për tedlis. Kjo është e bukur në shkencat e hadithit, çka është modelis, po thotë se si e ka vërtetuar që hadithi është sahih. Tani jemi duke u mundu sa më shkurt ta themi, ta tregojmë këtë mësim. Thot, pastaj autori rahimahullah thot, faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibn Umar fi hadha al-khabar an yakuna fi ad-dunya ka'annahu gharibun aw 'abir as-sabil. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar Ibn Umerin radhiyallahu anhuma në këtë hadith që në dunja të jetë si i huaj ose kalimtar i rrugës. Do më thonë se ka urdhëruar që të jetë i kënaqur me atë pak që ka prej dunjas. Pasi i huaji ose kalimtari i rrugës nuk ka qëllim, do më thonë nuk ka qëllim që të grumbulloj pasuri
për këtë vendin ku është. Do të thënë si kalimtari, pra nuk ndalet, do thotë që ta ndërtoj aty, të ndërtoj një pallat, nëse e ka ndërmend që të pushoj, qoftë edhe një ditë ose një javë, ndalet në një vend, pastaj e vazhdon rrugën. Nuk ndalet aty me ndërtu një pallat të madh, edhe me zbukuru, me bukuritë e dunjas e kështu me radhë, po është kënaqet me atë pak, atë rahatin minimale që e ka, është i kënaqur, pastaj e vazhdon rrugën. Por, do të thënë bindja el-qanaa, kësaj thuhet, do të thënë bindja e zemrës, e kënaqur, që të jetë zemra e kënaqur me atë pak që e ka, thotë është më e dobishme se sa me pas në realitet shumë prej dunjas. Do të thënë, ta kesh zemrën të kënaqur me atë që e ke, është pasuri më e madhe se sa të kesh shumë pasuri, edhe si do të vijë sqarimi se ka, do të thënë, njerëz që lumturia e vërtetë është lumturia e zemrës, jo posedimi i sendeve. Edhe kjo është një fjalë, një teori, do të thënë, që e përmendin shumë, edhe përmendin edhe mosbesimtarët, edhe e shohim këtë kohë edhe disa e bajnë edhe e përqeshin këtë fjalë. Do të thënë, i thonë të pasurve se na jepni ju ato, do thotë është mungesa e imanit. Pasanikët e vërtet, më të mëdhenj e dunjas, më të pasurit e dunjas, të thotë që e kanë provu grumbullimin e sendeve të dunjas, por që kanë, do të thënë, shqetësim, jo rahati në zemër, ata i thonë këto fjalë. Do thotë që është më mirë me pas pak dhe me qenë i qetë, se sa me pas shumë edhe mos me pas zemrën qetë. Edhe kjo është e përshkruar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë, siç thamë te çështja kush e ka synim dunjan dhe kush e ka synim ahiretin. Edhe ai që e ka synim ahiretin, më thënë është i kënaqur edhe është i lumtur në dunja. E ka zemrën të pasur, ai që e ka synim dunjan, pa marr parasysh sa ka prej dunjas, do thotë asnjëherë nuk qetësohet me këtë. Ka këtu disa fjalë që janë përmendur, si kanë thonë disa njerëz të mëhershëm, kanë thonë pasi është, do të thënë, njeriu atëherë pse të mundohet për dunja, mirë po kjo siç e sqaruam në bazë të argumenteve të Kuranit dhe Sunetit, nuk është e saktë. Njeriu duhet të mundohet për të mirat e dunjas, por mos ta përsërisim shumë herë, më thënë, ato të mirat e dunjas nuk duhet ta kenë vendin kryesor në zemër. Përndryshe nuk do të thotë se duhet t'i praktikë krejtësisht të gjitha ato. Ka thonë një prej këtyre poetëve që i përmend autori rahimahullah, Ibn Zinxhi al-Baghdadi, ka thënë aqulu lin-nafsi mahma diqti fattasi'i fa usru yawmika mawsulun bi yusri ghadin. ما سرني أن نفسي غير قانعة وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي. Do thot, i them vetes time, nëse ngushtohesh, zgjerohu. Do të thënë, s'ka pse të ngushtohesh, se vështirësia e sotshme është lehtësimi nesërm. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Do thot, patjetër, nëse ka ndonjë ngushtim, ndonjë vështirësi sot, nesër do të vijë lehtësimi. S'ka pse shpirti të ngushtohet dhe të lodhet. Dhe thot, nuk do të kisha qenë i kënaqur që ta kem zemrën e pangopur, edhe nëse furnizimi i gjitha krijesave ishte në dorën time. Do të thënë, edhe me pas pasurinë e gjithë botës, edhe të gjitha krijesat varen prej shpenzimit tim. Do të thënë, unë nuk, por zemra nuk është e ngopur me atë që e kam. Atëherë nuk do të kisha dëshiruar këtë pasuri, nëse e kam zemrën që nuk është e ngopur edhe e kënaqur me atë që e posedoj. Pra, lehtësimi do të vijë, Allahu ka thënë se yaj'alullahu ba'da usrin yusra, do të thënë Allahu do të sjell pas vështirësisë do të sjell lehtësim, se siç tham, kjo lumturia e zemrës, lumturia e njeriu të varet vetëm nga gjendja e zemrës. Pa marrë parasysh të gjithë ata që kanë studiu, dietarët e Islamit, njerëz e zuhdit,
domethënë asketat më të mëdhenj dhe njerëz më të mençur, po edhe ata njerëz të dunjas, të gjithë vinë te përfundimi i njëjtë, se lumturia e vërtet varet nga gjendja e zemrës, jo nga ajo që posedojnë duart. Domethënë nuk varet lumturia nga ajo çka ke në dorë, po nga ajo çka ke në zemër. Dhe nëse zemra është dhe këtë sjell vetëm imani i vërtet, vetëm bindja e plot tek Allahu subhanahu wa taala dhe knatësia me atë që ka caktuar Allahu. Prandaj shtyllat e imanit, besimi në Allahun, edhe besimi në shtyllat tjera dhe sidomos besimi në qadar, është ajo që i sjell lumturinë vërtet njeriut në këtë jetë dhe gjithashtu e lumturon në botën tjetër, në ahiret. Pra ka thënë autori rahimahullah se kjo knaqja me atë që ja ka dhënë Allahu njeriut, nëse s'kishte pas tjetër, përveç se rahatin, do të thënë nëse njeriu është i kënaqur me atë që e ka, padyshim se është e sheh të qetësuar, të rahatum, nuk ka ndonjë shqetësim, ndonjë pasiguri, lodhje. Nëse vetëm këtë kish pas, një, dhe e dyta, adem ad-dukhul fi mawadi' as-su li talab al-fadl. Dhe se nuk do të thënë njeriu që është i kënaqur me atë që e ka, nuk hyn në rrugët e këqija për të fituar më shumë. Këto janë dy përfitime prej kënaqësisë së zemrës, dy përfitime. Një, që njeriu është rahat, nuk shqetësohet. Edhe e dyta, nuk hyn në rrugë të këqija që të fitojë më shumë, sepse ai që nuk ngopet, ai patjetër do të mundohet edhe ndonjë rrugë haram, edhe ndonjë rrugë dyshimt të turpshme, domethënë hyn vetëm që ti grumbullojë ato që i dëshiron, kurse njeriu që është i kënaqur me atë që e ka, domethënë është larg prej këtyre. Dhe mos kishte pas tjetër përfitim përveç se këtyre dyjave, domethënë do të kishte mjaftuar që i mençuri ta edukoj zemrën që të jetë i kënaqur dhe i rahatuar. Ka transmetuar domethënë Abu Bakr ibn Muhammad ibn al-Munkadir, nga babai i tij, Muhammad ibn al-Munkadir, se ka thonë el-qana'atu malun la yanfad. Do thot kënaqësia e zemrës ose kënaqja e zemrës me atë që e ke është pasuri që nuk harxhohet asnjëherë. Kurse pasuritë tjera harxhohen, mund të ikin, mund të ndodhe ndonjë e keqe pasurisë dhe humb në një moment. Dhe pastaj do thot mbetesh pa të. Kurse kur je i kënaqur me atë që e ke, ajo është pasuri që nuk humb asnjëherë. Pastaj ka thonë ky Muhammad ibn Humayd al-Akkaf, taqanna' bil-kafafi ta'ish rakhiyan wala tabghi al-fudula ma'a al-kafafi. Do thot, bëhu i kënaqur me atë që të mjafton. Do thënë të mjafton ushqimi, pra si e përmendëm hadithin, e ke ushqimin e kësaj dite, bëhu i kënaqur me atë që është e mjaftueshme. Dhe mos kërko që të kesh më tepër se sa ato nevojat. Do thënë i ke të gjitha ato që ti plotësojnë nevojat, edhe si thot Sheikh Rabia rahimahullah, edhe nëse ka pak mungesë edhe të nevojat. Do thënë një njeri që i ka nevojat jetësore, i plotëson, ai duhet të jetë krejtësisht i kënaqur dhe i mjaftueshëm. Por edhe me pas aty këtu do një mungesë te këto nevojat jetësore, edhe ajo është edhe më mirë. Kurse ky thot, pra bëhu i kënaqur me atë që e ke, edhe mos kërko më shumë se ato që janë nevoja. Fa fi khubzil qafari bi ghayri udmin wa fi ma'il qirahi ghinan wa kafi. Thot kur ke bukë të thatë, domethënë buka që ka kaluar një kohë dhe është tha, dhe nuk ke lëng për ta ngjy, domethënë, edhe e ke ujin që të mjafton, domethënë ta pish, kjo është pasuri dhe mjaftim, e mjaftueshme. Wa fi thawb al-muraqqa'i ma yughatta bihi min kulli uryin wa inkishafi, edhe nëse ke një rob, edhe nëse është e arnume me arna të shumta, që ta mbulon lakuritsin edhe zbulimin, kjo është, domethënë këto të mjaftojnë. Wa kullu tazayyunin bil mar'i zaynun wa
azyanuhu at-tazayyunu bil afafi. Do të thonë çdo stoli për njeriu është bukuri. Do të thonë me çdo gjë që stoliset është bukur. Mirë po nuk ka bukuri më të mirë se stolisja me dinjitet, me ndershmëri. Do të thonë kjo është më e mira prej të gjitha stolive. Do të mjafton njeriu si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në shtëpi edhe i ka thonë a kemi, do të thonë ka qenë i uritur sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë sjell disa kore, do të thonë të bukës që kanë qenë të thata. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka ndonjë lëng për ta ngjy, do të thonë me zbut bukën për që të mund të hahet. Kanë thonë kemi vetëm uthull. Do thotë ose është për qëllim turshi, do të thonë, ose vetëm uthull i thjesht. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ni'mal adimu al-khall. Do të thonë është lëng shumë i mirë. Është lëng shumë i mirë, do të thonë uthulla ka përsëritur 2 herë që tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është brengosur për të mirat e dunjas dhe ka qenë i kënaqur me atë që e ka. Jo se është thotë uthulla me të vërtet lëng shumë i mirë për ta ngjyrë bukën, por ka thënë mjafton me që pas ka diçka, do të thonë është shumë mirë. Edhe ka qenë i qetë sallallahu alaihi wasallam, edhe i sjellshëm, edhe do të thonë nuk i ka shqetësuar edhe familjen që me fillu siç bëjnë shumë njerëz që mendojnë se prej burrnisë është me fillu me bërtite, me thyje, ndoshta edhe me ra njerëzve grave ose si thonë disa shijuh, do të thonë jo për diçka të madhe, por nëse ka gabu gruaja te kripa e ushqimit, disa njerëz e bëjnë qametin, do të thonë shtëpi, e shqetësojnë familjen e vet, edhe ndoshta edhe fëmijët e vet, për disa kokra kripe. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, i ka qetësuar edhe familjen, kur i kanë thënë se nuk kemi asgjë, do të thonë ka qenë kjo si arsyetim, por ka thënë mjafton, është shumë i mirë, edhe kjo është lëng shumë i mirë, do të thonë për të ngjy bukën. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, do thotë njeriu i mençur e di se furnizimet që i ka dhënë Allahu nuk janë gabim. Prandaj atë që e ke ti, do të thënë është në vendin e vet. Prandaj duhet të jesh i kënaqur me atë që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse njeriu nuk kënaqet me atë që e ka, kjo nuk ja shton pasurinë. Në qëse është i dëshpruar dhe ankohet dhe vetëm vrapon e vajton për shtim, kjo nuk e shton pasurinë, por t'jeti i kënaqur edhe t'i bëj shkaqet sipas asaj që është e ligjshme dhe e saktë. Pastaj thot gjithashtu një prej poezive, thot ra'aytul ghina wal faqra khattaini qussima fayuhramu muhtalun wa dhul ayyi kasibu. Thotë Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar rrezikun për secilin. Edhe si e kuptojmë këtë, thotë e shohim se janë kjo pasuria dhe varfëria janë si 2 vija që janë caktuar për secilin. Edhe atë njeriu që përpiqet shumë, edhe mundohet, është i mençur edhe i fortë edhe punon, nuk ka. Kurse njeriu i paaft ka shumë. Do të thonë nuk është diçka e veçantë, me thonë se ai që është i mençur duhet të ketë pasuri, ai që nuk di duhet të jetë i varfër. Ka në shumë raste është e kundërta. Do të thonë më i mençuri, më i afti është në nivel shumë të ulët të mirave të dunjas, do të thonë. Kurse ai më i paafti, më i dobti është prej më pasanikëve. Do të thonë kjo ndodh shumë herë. Thotë fahadha mulihun daibun ghayru rabihin, do të thonë ky për shembull njëri është këmbgulës, punon, përpiqet shumë, nuk ndalet, por nuk fiton. Wa hadha murihun rabihun ghayru daib. Kurse ai tjetri, do të thonë rri rahat, fle gjumë edhe është, do të thonë që i vijnë fitimet. Kjo e gjitha është me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe më shumë se kjo, do të thënë ka gjithashtu, thotë
idha kana fadlu an-nasi yughnika bainahum fa anta bi fadlillahi aghna wa aysaru. Do të thonë nëse të mjaftojnë, do të thonë përgjithësi ajo që ta ka dhënë Allahu, do të thotë ti je me dhuntitë e Allahut më i pasuri dhe në gjendjen më të lehtë. Kan thënë gjithashtu se edhe më e çuditshme është se mosbesimtarët, si ka thënë, është një prej poezive këtu, ndoshta e kemi kalu, ose do ta lexojmë më vonë. Thotë mosbesimtari është e çuditshme. Pra mosbesimtari, Allahu jep pasuri dhe atij i shtohet mosbesimi, i shtohet kufri. Kurse besimtarit, Allahu ja shton varfërinë dhe atij i shtohet besimi. Do të thënë, kjo çështje varet nga imani. Pra se në logjikën e njerëzve, në pamjen e jashtme, duhet kur Allahu i jep të mira atij më shumë, ai më shumë të ta shtoj falënderimin dhe përuljen ndaj Allahut. Mirë po, ai e shton kufrin edhe kokfortësinë, dhe Allahu nuk e pengon mirësinë e tij, sepse dunjaja nuk ka vlerë, nuk ka vlerë reale, edhe nuk është e vlerësuar tek Allahu. Ja jep edhe besimtarit dhe mosbesimtarit. Do të thënë, nuk është patjetër që besimtari duhet të jetë i varfër dhe mosbesimtari i pasur. Mirë po, e shohim, do të thënë ka shumë besimtarë që kanë pasuri të mëdha, elhamdulillah. Mirë po ka edhe shumë mosbesimtarë, do të thënë shohim mosbesimtar me pasuri, besimtar me varfëri dhe vështirësi. Do thotë kjo dunja nuk është matëse për të saktën, do të thënë kush është në rrugën e drejtë ose prandaj nuk duhet vrapimi me saj të jetë brenga kryesore. Qëllimi i gjithë kësaj është ky përfundim. Do të thënë njeriu duhet të mundohet, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që t'i lësh fëmijët të pasur është më mirë se sa t'i lësh nevojtar që t'ju lypin njerëzve. Do të thënë njeriu duhet të punojë që ta sigurojë familjen e tij, por qëllimi i këtyre fjalëve është që mos jetë, pra që të jetë i kënaqur. Mundohet i bën shkaqet, e lut Allahun subhanahu wa taala, edhe i bën shkaqet e duhura dhe është i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu i lartësuar. Pastaj në vazhdim ka transmetuar nga Abdullah ibn Mubarak se ka thënë muru'atul qana'ati afdalu min muru'atil i'ta. Do thotë burrnia e kënaqjes me atë që e ke është më e fuqishme se burrnia e dhënies dhe shpenzimit. Një fjalë ngjashme u tha më herët, do të thonë ti je bujar në lidhje me atë që e kanë të tjerët. Pra mos i kërkosh ato, mos jesh zemër ngushtë për atë që kanë të tjerët. Kjo është bujari dhe mençuri dhe burrni më e madhe se sa kur ke diçka të japësh prej saj. Edhe kjo është bujari e mirë dhe mençuri dhe moral i bukur, i lëvduar, por edhe më e mirë se kjo është që mos e kërkosh shumë atë që nuk e ke. Ka thënë autori rahimahullah, do të thënë kjo qana'a, kënaqësia, do thotë, kënaqja me atë që posedon njeriu është vepër e zemrës. Edhe kush e ka zemrën e pasur, i ka duart e pasura, kurse ai i cili e ka zemrën e varfër, nuk i bën dobi pasuria. Pa marrë parasysh sa ka, do të thënë gjithmonë duket i varfër. Kush është i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu, nuk shpreh asnjëherë zemrim, hidhrim, edhe jeton i qetë dhe i sigurt. Kurse ai që nuk është i kënaqur me atë që e ka, atëherë atij, do të thënë, nuk i mbarojnë dëshirat dhe lakmit. Kurse ndarja, do të thënë, e pasurisë është me atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj me një zinxhir tjetër transmeton nga Sufjan ibn Uyeyna rahimahullah, që është përmendur, mirë ka thënë një poezi, kam min qawiyyin fi taqallubihi muhadhab ar-ra'yi anhu ar-rizqu munharifu. Do të thënë sa njerëz ka që janë të fuqishëm në trup, edhe të fuqishëm në mendime, do të thënë dinë mirë, planifikime të bukura,
i kanë mendimet e sakta, mirë po, rizku i ikati, nuk e qëllon, dhe më thënë rizkun. Wa min da'ifil aqli mukhtalitin, ka annahu min khalijil bahri jaghtarifu. Thot, dhe ka njerëz, dhe më thënë që janë të dobët në trup, të dobët në mendje, nuk i kanë mendimet e sakta, të përzira, të trubulluara, mirë po duket sikur është duke nxjerr, do të thënë pasuri si uji nga deti, do të thënë pa ndonjë kufizim. Edhe më në fund ka thënë autori rahimahullah, ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Muhammed ibn Ka'b al-Quradhi në lidhje me ajetin falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Do thotë do t'i japim jetë të lumtur, ka thënë jeta e lumtur është al-qana'a, do të thonë që njeriu të jetë i kënaqur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është komentim me një pjesë të kuptimeve të fjalës. Do thotë jeta e lumtur ka kuptime të shumta, mirë po me të vërtet baza e jetës së lumtur është që njeriu të jetë i kënaqur me atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.